Përshëndetje shenja akrepit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi 5 shkopinj, krye priftëresha, 5 kupat, 4 kupat. Brenda jush ka një konflikt të vazhdueshëm. 5 shkopinj tregon tension të brendshëm. Mund të jeni duke luftuar me mendime, emocione, apo edhe me ndikime nga të tjerët. Krye priftëresha ju tregon se përgjigjet nuk janë jashtë, janë brenda jush. Intuita juaj është shumë e fortë këtë javë, por ju mund të mos e dëgjoni plotësisht. 5 kupat sjell zhgënjim. Mund të jeni duke u fokusuar tek ajo që ka shkuar keq, tek një humbje apo një situatë që nuk doli siç prisnit ju. 4 kupat e thellon këtë, sepse nënkupton një ndjesi boshllëku, mos përmbushjeje sikur asgjë nuk ju kënaq plotësisht. Pra, ju jeni në një fazë reflektimi, por edhe pak stagnimi emocional. Ka një tendencë për të mbyllur në vetvete dhe për të mos parë mundësitë që janë ende aty. Kartat këshillojnë se ju duhet të ndaloni së fokusuari vetëm tek humbja. Shikoni edhe atë që ende e keni. Duhet të dëgjoni intuitën tuaj. Ajo po ju udhëzon drejt një të vërtete që ju mund ta shmangni. Kalojmë tek familja. Në familje kemi 2 kupat, mbreti i monedhave, 3 kupat, mbreti i shkopinjve. Kjo duket si një nga sferat më të forta dhe më mbështetëse për ju këtë javë. 2 kupat tregon lidhje të sinqerta dhe harmoni, një marrëdhënie familjare ku ka mirëkuptim dhe afërsi. Mbreti i monedhave sjell stabilitet, dikush në familje është një figurë e fortë, e besueshme, që ofron siguri, ose mund të jeni ju të konvertuar në këtë energji. 3 kupat tregon gëzim, bashkim, ndoshta edhe festime apo momente të bukura së bashku. Mbreti i shkopinjve sjell energji, drejtim dhe mbështetje aktive, dikush që ju motivon dhe ju shtyn përpara. Pra duket se ndërsa brenda jush mund të ketë trazim, familja juaj është një burim force dhe stabiliteti, sepse ka dashuri reale dhe mbështetje. Kartat këshillojnë se ju duhet të mbështeteni tek këta njerëz. Mos u izoloni, lejojeni veten të merrni mbështetje dhe të ndani atë që ndjeni. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi djalli, mbreti i shpatave, kulla, bota. Në dashuri, kjo duket si një sferë shumë intensive dhe transformuese. Djalli tregon një lidhje shumë të fortë, por edhe toksike ose të varur. Mund të tregoj për mua personalisht në leximet e mia personale që bëj për veten, mua djalli më rezulton gjithmonë me zemrim, po për disa mund të jetë ankth ose frikë, varet. Sepse ndonjëherë djalli mund të tregojë se ka pasion, por edhe kontroll, xhelozi apo modele që nuk janë të shëndetshme. Mbreti i shpatave sjell një energji të ftohtë dhe shumë racionale, dikush që mendon më shumë se ndjen, ose mund të jetë një komunikim i drejtë për drejtë që mund të duket i ashpër, do të thoja unë. Kulla është pika kulmore, sepse kulla nënkupton një shpërthim, një e vërtet që del në sipërfaqe, mund të jetë për disa, mund të jetë një ndarje, apo një ndryshim i papritur që nuk mund të shmanget. Por bota në fund është çlirimi, sepse nënkupton mbylljen e një cikli dhe përfundimi i një kapitulli shumë të rëndësishëm. Pra, duket se ju jeni në një lidhje, marrëdhënie ose situatë që ka qenë shumë e fortë emocionalisht, por edhe e lodhshme, për disa mund të ketë qenë edhe e dëmshme. Ka ardhur momenti i së vërtetës dhe ajo nuk mund të shtyhet më. Ajo që ndodh tani mund të duket si një shkatërrim në thonjza, do të thoja unë, por në fakt është çlirimi juaj. Ju po dilni nga një cikël që ju ka mbajtur të lidhur më shumë nga varësia sesa nga dashuria.
Kartat këshillojnë se ju duhet të lini të shembet ajo që nuk është e shëndetshme për ju. Mos u kapni pas një lidhjeje vetëm sepse është e fortë emocionalisht, sepse liria juaj emocionale është më e rëndësishme. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 9 kupat këllësh si monedhave, hëna as i shkopimve. Në punë ka një përzierje mes përmbushjes dhe pasigurisë. 9 kupat tregon kënaqësi. Ju mund të ndiheni mirë me arritjet tuaja ose me një situatë që ju sjell kënaqësi. Kalorësi i monedhave tregon progres, të ngadalt por të qëndrueshëm. Ju po ndërtoni diçka solide. Por hëna sjell paqartësi. Mund të ketë gjëra që nuk i shihni qartë, informacione të fshehura ose dyshime. As i shkopimve sjell një mundësi të re, një ide, një projekt apo një fillim që ju jep energji dhe motivim. Për disa mund të jetë një njohje pasionante në punë, me dika. Pra duket se ju jeni në një rrugë të mirë, por jo gjithçka është e qartë ende. Ka një potencial të madh për një fillim të ri, por ju duhet të navigoni me kujdes. Kartat këshillojnë të mos merrni vendime të nxituara. Verifikoni informacionin dhe besoni procesin. Ajo që po ndërtoni ka vlerë, por kërkon durim. Kalojmë në Prism Oracle, ku kemi zemërim. Kur mua më ka rënë zemërimi në Prism Oracle në leximet e mia personale, ka qenë shumë i fortë. Në rastin tuaj, zemërimi mund të jetë një energji shumë e fortë dhe për ju këtë javë është një sinjal. Nuk është diçka për t'u shtypur, është diçka për t'u kuptuar. Zemërimi në përgjithësi vjen nga plagët, nga padrejtësitë, nga situatat ku ndoshta keni dhënë shumë dhe nuk keni marrë asgjë ose të njëjtën gjë në këmbim. Por ky zemërim është gjithashtu, do të thoja unë, një motor ndryshimi, sepse ai ju tregon që kjo nuk është në rregull për ju. Si këshill unë do të thoja të mos e shpërtheni zemërimin pa kontroll, por as mos e shtypni zemërimin. Ju duhet ta përdorni si udhëzues. Mbase do ishte më mirë të pyesnit veten, çfarë po më tregon ky zemërim? Çfarë duhet të ndryshoj? Pra, kjo është një javë ku ju përballeni me konflikte të brendshme, merrni mbështetje nga familja, përjetoni një transformim të fortë në dashuri dhe hapni rrugë për një fillim të ri në punë. Ju jeni duke u çliruar nga ajo që ju ka mbajtur të bllokuar. Edhe nëse kjo vjen me zemërim dhe dhimbje, është një hap drejt një jete më të lirë dhe më të vërtet për ju. Paçim!